Nuk e dija të aprish pushimet apo jo, por unë kam obligim t'ju njoftoj. Sigurimet shëndetësore për disa pacientë në Gjermani do të shtrenjtohen pavarësisht premtimeve të qeverisë gjermane se nuk do të ketë shtrenjtime, që vërtet nuk është edhe ndonjë lajm i mirë kur dihet se sigurimet edhe ashtu janë të shtrenjta në Gjermani, ndërsa shërbimet nuk janë përfundimisht si më parë. Ministra Federale e Shëndetësisë Nina Varken, kështu e ka emrin, arsyetohet se nuk është faji i saj dhe se ajo ka bërë çfarë ka mundur që të mos rriten çmimet e kontributeve për sigurime. Ajo tha se vetë siguracionet i kanë fajet për rritjen e çmimeve. Nuk e di kush e ka fajin miq të dashur, por e di që shumë prej nesh do të paguajmë edhe më shumë për siguracione duke filluar nga viti 2026 e ndërtaja më dhonë. Kështu dy siguracione të mëdha që në Gjermani njihen si Krankenkasse, pra kështu e kanë emrin, kanë rritur çmimet. Techniker Krankenkasse, përmes së cilës sigurohen 12,6 milion persona. Do të rritë çmimet nga 2,25% në 2,69% nga të ardhurat. Ndërsa siguracioni DAK, që ka diku rreth 5,4 milion persona të siguruar, e ku jam edhe unë, do të rritë kontributet për sigurime nga 2,8% në 3,2%. Kjo do të thotë pra se të gjithë ne që jemi të siguruar përmes këtyre Krankenkassen do të paguajmë edhe më shumë për sigurime, ndërkohë që shërbimet vitet e fundit nuk kanë qenë aq të mira sikur më parë. Ndryshe, siç e thash, Qeveria Federale dhe Ministria e Shëndetësisë kanë premtuar më parë se nuk do të ketë rritje të kontributeve. Ajo kishte vendosur një kontribut mesatar si një pikë referimi për sigurimet në vitin 2026, por kjo nuk po respektohet, me shpjegimin se sigurimet nuk kanë para të mjaftueshme apo ku diun. Tani unë me siguri që nuk do të merrem me shpjegimet e politikanëve dhe të përfaqësuesve të sigurimeve, si të qoftë, ne tani do të paguajmë më shumë, ndërsa të shohim se si do të zgjidhet problemi me personat që janë të siguruar tek Krankenkasse të tjera. Faleminderit dhe mirupafshim.